Jemi kthyer sërish në studio, do flasim për diplomaci, por edhe për letërsi, dhe unë kam në studio librin Kandidati për kandidat, një botim nga Arben Çeku, ambasadori, një novel që i kalon kufite satirës klasike dhe hyn në territorin e një tragjikomedie politike, ku e qeshura zvendësohet me një buzëqeshje të trishtuar dhe ironia përthith dhimbjen e heshtur të gjithë atyre që janë kandidat për të qenë, po kur nuk bëhen pjesë e lojës. Një vepër brillante që i fleti vetëm Shqipërisë së sotme politike, por dhe gjithë shoqërisë, e cila duhet të bazohet e vota e lirë dhe konkurenca e ndershme. Ky është vetëm një nga shumë sinopset dhe komentet që janë bërë për të libër, dhe kam kënaqësi që ambasadorin Arben Çeku unë ta kem në studio. Ambasador, kënaqësi të kem këtë herë në tjetër cilësi, në cilësinë e shkriptarit, por të flasim edhe për diplomacinë edhe për zhvillimin e kombëtarë, se nuk i shmangim dot. Kandidati për kandidat. Pse? Nga erdhi kjo ide, ambasador? Se dikush mund të thotë, okay, ambasadori i mësuar të flasë për diplomaci, por një diplomat që edhe shkruan dhe poezi dhe nuk është botimi i parë. Pse në këtë moment ky libër? Shiko, letërsia dhe gazetaria kanë ecur gjithmonë paralel në jetën time edhe si diplomat dhe përfaqësues i shoqërisë civile prej disa vitesh tani. Natyrisht që libri vjen si një lloj refleksioni për gjithë atë që ka ndodhur në shoqërinë shqiptare në këtë tranzicion. Nuk është një libër i shkruar për si autobiografi apo si një histori personale, përkundrazi, është mishërim dhe simboli gjithë historive që kam dëgjuar gjatë gjithë këtyre viteve nga personalitete, nga djem, vajza, burra, gra, intelektual, aktivist, idealist, të cilët kanë dashur që në një mënyrë ose i tjetër të kyçen në partitë politike, të cilët kanë dashur të shohin partitë politike si institucione të mirëfillta demokratike që janë në funksion të një qeverie më të mirë, të një Shqipërie më të mirë. Është një libër që natyrisht ka histori, bazohet edhe në ngjarje që i kam dëgjuar, të vërteta, personazhe që i kam hasur në përditshmëri, por në thelb libri përpiqet të japi një përgjigje gjithë kësaj periudhe gati shterp e tranzicionit, sepse po të vëmë re partitë politike dhe shoqëria në tërësi është shumë e politizuar, por kemi shumë pak produkt politik. Dhe ky politizim ka bërë që gati të shkrihen në një të gjitha rrymat e mëparshme politike, dallimet politike, dhe idealistët të mbeten themin në një paradhom tranzicioni pa ndonjë adresë të qartë. Dhe libri synon që të zgjojë ndërgjegjen shoqërore shqiptare që partitë politike janë mekanizmat që duhet të ndryshojnë dhe ne nëpërmjet votës ju delegojmë atyre fuqinë për të na qeverisur. Por para se të bën ato të përsosura duhet t'i bëjmë ne me pjesëmarrjen tonë, dhe libri nxjerr në pa disa nga defektet e sistemit të marrëdhënies së pjesës idealiste të njerëzve që duan të kontribuojnë në parti dhe atyre që e menaxhojnë partinë si një ndërmarrje ose që e qeverisin. Partitë nuk mund të qeverisen. Partitë udhëhiqen me ide, me koncepte, me projekte dhe me njerëz të rinj. Pamundësia për të ndryshuar elitat, që ne e hasim gjithmonë në diskursin e përditshëm pse nuk ka ndryshime të elitave. Elitat nuk mund të ndryshojnë nga lart poshtë, po fillojnë nga poshtë lart. Por nëse ti mban derën gjysmë të mbyllur dhe fut me listë njerëzit të paracaktuar, të përzgjedhur paraprakisht, atëherë kemi hyrë në një lloj klientelizmi dhe në një frenim dhe një degradim të rëndësisë së partive politike. Prandaj kemi edhe atë Pra kjo gjitha është reflektuar në këtë roman. E gjithë ky tranzicion, të gjitha këto pikpyetje, zhgënjime të njerëzve, të individi janë me mira, nuk është 1-2. Kandidati për kandidat është simbolika dhe unë jo rastësisht nuk i kam vënë një emër si personazh në roman, e kam lënë ashtu siç duhet jetë kandidati për kandidat, për të simbolizuar me mira njerëz të cilët e kanë dëshiruar, e kanë provuar, kanë synuar, kanë hyrë në gara të ndryshme
dhe nuk kanë arritur dot që të ecin përpara dhe kjo ka sjellë dëshpërim. Pra, nuk ka marrë përgjigjen e duhur as meritokracia, as karriera e mirëfillt, as një themi backgroundi, askush nuk pyet mirëfilli pse hyn në këtë parti, çfarë synimi ke dhe kur hikën as nuk pyeten pse hikën. Dhe ky është një problem i madh, sidomos në dy partitë mëdha politike, që t'jemi sinqert, që kanë edhe peshën më të madhe edhe të meritave, po edhe të përgjegjësive. Kështu që ky është një libër që vjen në një periudhë pas zgjedhore, ku të gjithë kemi nevojë për të reflektuar. Kur keni nisur shkruajnë të ambasador? T'jemi sinqert, historia e këtij libri fillon të paktën 5 vite më parë, dhe pastaj gjatë gjithë kohës ka qenë pjesë e procesit, dhe stili satirik është nga më të vështirët, ju e dini, dhe donte një shkrim pak më të kujdesshëm. Komenti më i bukur që keni marrë? Nga një nga lexuar që ka lexuar, diku që mund ta keni dhënë, mbas e ka lexuar, komenti më interesant që ju ka ardhur. Më interesante ka qenë përpjekja atyre që kanë lexuar për të identifikuar personazhet me persona konkret dhe në një farë mënyrë më ka ardhur mirë, pavarësisht. A ka qelluar në njëri? Në një dy raste po. Okej. Edhe dy raste po. Ka qenë reagimi shumë pra që ju ka mbushur, ju ka pëlqyer. Po, më ka pëlqyer shumë interesimi për të patur një letërsi politike, sepse natyrisht të gjitha historitë janë interesante, por në fundit ne po e vuajmë këtë lloj ngërçi të politikës, pa mundësisë për dalë për te i gardhit. Ju e shikoni një lloj autokracie, të themi, në menaxhimin e forcave politike. Po e nis që nga i fundit dhe pastaj po dush vim edhe tek të tjerët. Ishte shumë e tepërt të shihje për shembull kryetari një partie politike, që është edhe kryeministër, të kritikojë një zyrtar të tij publikisht në ditë feste. A thua se nuk kishte kohë për shembull që ta bënte këtë kritikë ose ta bënte privat. Po ky është ajo që partitë politike janë dizajnuar të tilla që të jenë të njëshit, dhe kur largohet njëshi ose kur rrëzohet njëshi ose kur pëson probleme rrugës njëshi, edhe partia fillon edhe lëkundit e bie. Kjo është alarmi që unë ngre. Nuk du të kapimi pas figurës e njëshit, sepse njëshi ka fatin e vetë politik, ka fatin e vetë biologjik, ka fatin e vetë intelektual, nuk mund t'jeti përsosur. Ne duam ndonjëherë që t'i përsosim me qëndrimet tona, t'ju japim më shumë se kanë, ose t'ju heqim ato merita që kanë. Prandaj libri synon të ngjallë një debat pak më të gjerë publik dhe të ftoj të gjithë njerëzit që synojnë politikën, ta lexojnë, të kuptojnë që për të hyrë në politikë nuk është edhe aq e lehtë. Është biznesi ndoshta më i vështirë, është bërë i tillë në Shqipëri dhe ndoshta me ironi mund të themi që nga të gjithë privatizimet, kjo ishte ndërmarrja më e vështirë dhe më fitimprurse. Kjo ishte ndërmarrja më fitimprurse për disa. Ambasador, padyshim, ky libri ka pak gjë që ka dalë, por në projekt keni diçka tjetër? Do shijoni këtë njëherë, padyshim. Sigurisht që shkruaj. Megjithatë që ka 5 vite që ka nisur, prandaj ju pyeta, nëse paralelisht po merremi diçka tjetër? Po, përgjithsisht shkruaj. Të shkruarit nuk e kam proces të domosdoshëm, pra të shkruarit është një lloj dhuntie, por është një lloj përgjegjësie dhe një lloj sfide, një lloj vështirësie, ka dhe një lloj dramaticiteti brenda vetes. Jo çdo histori që ti e di ose ta tregojnë mund ta bësh letërsi. Krijimtaria është një gjë që në një farë mënyrë e ke ose se ke. Unë kam botuar që në moshën 17 vjeçare letërsi dhe letërsi nuk e ndaj nga gjithë jeta ime e përditshme. Sigurisht që po përgatis libra të tjerë, por nuk është se kam qëllim në vetvete numrin e titujve, apo të jem patjetër në krye të listës. Kur kam diçka për të thënë, përpiqem që ta them. Ambasador, padyshim një libër që lexohet shpejt. Apo jo, është një libër që të tërheq, në sensin jo që është i vogël por të tërheq, pra. Me ta marrë në dorë e mbaron për pak kohë parë. Është një këshill edhe për të lexuar në sezon verë, apo jo? Disa kanë keq. Mund të lexohet në plazh ky libër, jo, të duhet diçka më e lehtë, pra nuk është një libër që
të rëndon, në sensit... Unë du të falenderoj botuesen Elda Vela dhe shtëpinë botuese Mediaprint, lexuesit e parë, mes tyre shkriptarin Ahmet Prençi, që ka lexuar dhe më ka inkurajuar për ta publikuar. Janë një numër personalitetesh që kanë lexuar në dorëshkrim dhe si thush më kanë inkurajuar që të dalë në publik, sepse duke qenë një roman përgjithsisht i satirës, një roman që ka humorin brenda, nuk është edhe aq e lehtë, mund të trashëqasim në për leximet e verës, shpeshherë ka një keq kuptim. Po pra. Duket sikur në gjatë verës do të lexosh vetëm histori dashurie dhe të lexosh ato historitë me lot, me dramë, me zemra. Por në fakt edhe ky është një libër vere që lexohet me një frymë, siç e thatë. Ju nuk është një libër voluminos. Për ata që e nisin ta lexojnë, jo për t'i bërë reklam, por besoj që do të kalojnë një verë shumë të freskët. Jo vetëm nga personazhi, një nga personazhet që quhet aty Puhiza Fresku, por edhe nga personazhet të tjerë që kanë emra të veçantë. Në një politikan që ka lexuar, çfarë ka thënë? Nuk e di nëse kanë lexuar akoma. Jo, ju kanë sjellë në një reagim tash, apo nuk ka pasur. Akoma jo, e shoh që i sillen vërdall me atë frikën që a janë apo s'janë pjesë e këtij libri. Shumë miq të mi dyshojnë që janë personazhe, shumë të tjerë mendojnë që unë mund të kem ndërmarrë ndonjë hakmarrës ndaj tyre. Unë e kam dashur politikën, të jemi sinqert, nuk është se kam dashur politikën, por e kam parë si një mundësi për të bërë diçka për shoqërinë, jo si një mundësi për të zënë një pozicion për veten, dhe kam qenë, si thosh, ndër parët që kam bërë gjithmonë një hap mbrapa në emër të asaj që të ketë një zgjidhje më të mirë. Pra, dhe besoj që dhe uroj që edhe ata që kanë hezitime, dyshime, ta lexojnë, ta kuptojnë nëse e gjejnë veten në këtë libër si kandidati për kandidat apo si personazhet e tjerë. Të gjithë personazhet kanë emra jo normal? Të gjithë personazhet kanë emra jo normal. Okej, ndjes se përdora të termë, por nuk nuk kanë emra të mirëfillt, do të thënë. Jo, nuk kanë emra të mirëfillt. Është e qëllimshme kjo. Është e qëllimshme, është pjesë e teknikës time për të shprehur, sepse në pak faqe, se kam dashur të bëj një libër voluminos, në pak faqe të sintetizoj tek secili personazh, themi historinë e shumë personazheve të tjera. Dhe i vetmi personazh serioz në këtë, ndoshta është vetëm ai që s'ka dhe emër, kandidati për kandidat. Kurse të gjithë të tjerët, njerëz që përfaqësojnë strukturat e partisë, deputetët, gjithë ato njerëzit që janë pjesë e rrëfimit, e historisë, janë me emra të ndryshëm, me emra komik, dhe t'ja lëm ndoshta më mirë lexuesi që ti zbuloj, patyshim mos të zbuloj më shumë. Edhe një kandidati për kandidat është në gjitha libraritë në kryeqytet dhe në gjithë Shqipërinë, kështu që edhe në Kosovë besoj të jenë, apo jo? Dhe Maqedonia e Veriut, po zyrtarisht promovohet nesër në orën 11 te Akademia e Shkencave. Kështu që nesër në orën 11 te Akademia e Shkencave. Unë pata fat na kisha ambasadorin përpara promovimit. Ambasador, me lejen tuaj, kalojmë pak tek profesionin tjetër? Diplomacia? Patjetër. Brëm, Amerika u bashkua me Izraelin për të sulmuar Iranin. Nga shumë kush ishe shumë i shpejt ky reagim, sepse fillimisht Trump tha ka 2 javë kohë, por vendosi që mbrëm të bombardonte. Çfarë do thoni? Duhet të dallojmë në këtë qendrim gjuhën diplomatike dhe gjuhën e teknikave ushtarake. Ndonjëherë gjuha diplomatike shërben si një perde për të fshehur aktivitetin e ushtrisë. Fakti që presidenti Trump vendosi, themi, 2 java fat, brenda 2 javësh, u kuptuar që... Nuk sa që do rrim mbas 2 javësh. Sa brenda 2 javësh. Dhe përmbyllja bisedimeve, nëse shihni edhe reagimet e palës iraniane, tregonin që gjërat po shkonin, themi, në atë drejtim që ndoshta askush nuk dëshironte, por në fundit shkonin për plasje. Që e pashmak, që pse u pa kjo, sepse të dyja shtetet, Izraeli dhe Irani, shkëmbenin sulme me raketa të ndryshme, të llojeve të ndryshme, pa bërë këtu ekspertin e ushtrisë, por nuk po arrinin objektivin, izraelitët nuk po arrinin dot objektivin themelor që ishte shkatrimi përfundimtar i të ashtuqytur strukturë e prodhimit të bombës bërthamore. Dhe ishin goditur disa objektiva shumë të rëndësishëm, pra ishin
prerë linjat e furnizimit dhe për prodhimin e këtyre. Ishte prerë krahas, pra, por nuk ishte goditur dot. U goditën themi drejtuesit e ushtrisë me një operacion preciz që të kujtojnë atë goditjen që bëri vetë Trump mbi generalin e armatës Gardës Revolucionare Sulemani, Qasim Sulemani. Dhe me këtë formë u goditën edhe krerë të tjerë dhe përfaqësues të tjerë të ushtrisë iraniane. Pra, u dha goditja fizike dhe morale në krye të ushtrisë, pastaj u goditën shumica objektiveve ushtarake. Edhe drejtë shkencëtarët, drejtuesit e programit. Dhe arriti deri aty se atë vije në pikpyetje dhe fati dhe jeta e kreut të shtetit të Iranit. Pra, e gjitha kjo ishte një arritje, një sulm i shpejt, i fuqishëm, shumë efektiv dhe i paparashikuar i Izraelit kundër Iranit. Të gjithë kanë patur drojen që çdo gjë mund të ndodhë në lindjen e mesme, vetëm një përplasje midis Izraelit dhe Iranit nuk duhet të ndodhë, sepse të dyja janë shtete me kapacitete të mëdha ushtarake dhe kanë fuqi të madhe për të ballafaquar në terrenin e ushtrisë. Por goditjet e Izraelit ishin precize dhe pa hyrë në terrenin e informimit apo dizinformimit, duket qartë që Izraeli arriti maksimumin e objektivave të veta duke paralizuar bazat ushtarake të Iranit dhe duke vënë në kontroll hapësirën ajrore. Pra, kemi dëgjuar disa herë që Irani tha që ne tashmë e kemi kontrollojmë plotësisht hapësirën ajrore të Iranit. Izraeli tha, Izraeli kontrollon dhe gjithë hapësirën ajrore të Iranit, ndërkohë që Irani nga ana e tij në mënyrë dëshpëruese godiste objektiva jo ushtarake të Izraelit, po godiste, themi, çfarë të kapte. Goditje që kapçat kapësh në këtë goditje dhe goditje shumë civil. Pra, duke sjell një lloj reagimi ndërkombëtar shumë të ashpër. Dhe në këtë fazë kishte një pikpyetje shumë të madhe vjushmëria e kësaj. Do të shkonin në bisedime dhe Irani nuk ishte gjatë ishte që nuk do kishte asnjë sukses bisedime. Irani nuk donte të hynte në këtë bisedë me kaq goditje që kishte. Izraeli në anën tjetër nuk kishte arritur objektivat e veta, përfshi dhe ndryshimin e regjimit. Atëherë ndryshimi i regjimit nuk ishte objektiv. Jo, e kanë shfaqur, e kanë shprehur. Parsori jo. Parsori ishte shkatrimi i të gjithë aseteve bërthamore. Shkatrimi i aseteve bërthamore, ndryshimi i regjimit. Dhe këtu, paralel me këtë, erdhi deklarata e presidentit Trump. Pra presioni nëse do të ndërhyjë Amerika, vetëm për një gjë, sepse të gjithë analizat thonin se si mund të goditet baza Fodorov, ku është në mal, në thellësi të malit, që është një nga bazat për prodhimin e bombës atomike. Dhe i vetmi që mund të godiste ishte avioni B-2 i Shteteve të Bashkuara. Dhe prandaj gjithë presioni dhe vëmendja ndërkombëtare ishte aty nëse do jepej urdhri për të goditur ose jo, dhe presidenti Trump e shtryu me shumë elegancë në 2 javë mundësinë e ndërhyrjes, ndërkohë që të gjitha parashikimet ishin se do të godiste shumë shpejt për t'i dhënë fund. Po tashmë reagimi i Iranit. Çfarë do të presim? Irani. Po ndi që tani para se të vija ishte ministri jashtëm i Iranit në BBC, në një intervistë. Në BBC, ishte edhe pak më parë në Istanbul, në konferencën, nuk e di, islamike, më duke kishte një takim. Është një konferencë e lidhjes islamike, po në këtë intervistë që dha për BBC, më thënë, la të kuptonte që Irani nuk do të ulet në bisedime në këto kushte që është tani, po pret reagime dhe mbështetje nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Agjencia Atomike dhe shtetet të tjera. Pra, Irani po përpiqet që të përfshi indirekt në këtë lloj konflikti të gjitha ato vende që janë kundër Izraelit dhe kundër Shteteve të Bashkuara. Pra, po synon të krijojë një blok të rezistencës anti-amerikane, anti-izraelite. Por e vërteta është se situata brenda në Iran është e paqartë. Nuk ka informime, nuk ka informacione, për shkak se janë prerë të gjitha linjat e komunikimit dhe të transmetimit, dhe askush nuk e di mirë se çfarë ndodh me reagimin qytetar. Dhe frika më e madhe e gjithë analistëve është se si do të menaxhohet pjesa e boshlllikut që mund të lërë largimi i... Jo, jam dakord me atë se është nga tema kryesore që Libia, Iraku, Afganistani, ajo është, po do ndalim me dy mësor, por çfarë rrezikon nëse Irani
Tani Irani, si thot populli, edhe për sy e faqe, duhet ta bëjë një reagim. Ndaj kësaj çfarë ndodhi. Pra do reagoj. Irani ka reaguar. Jo, flas edhe me sulm. Edhe vetë Amerika tha duhet presim 48 orë të ardhshme do të jenë shumë decisive. Rrezikohen bazë amerikane në rajon? Unë nuk besoj që sepse që para se të fillonte ky sulm janë marrë të gjitha informacionet dhe të gjitha mundësitë e reagimit dhe nga ku mund të reagojë Irani dhe strukturat e tij që mbështesin Iranin, si që janë Houthi, apo Hamas, apo Hezbollah, apo edhe organizatat të tjera, mund të ketë edhe grupimet të tjera që mund të dalin në skenë tani. Problemi është se Irani ndoshta nuk e ka pritur këtë lloj sulmi nga Izraeli dhe ka menduar që Izraeli do të jetë vetëm në fazën e presionit dhe të kërcënimit. Edhe vetë Khamenei në një reagim që bëri në televizionin iranian, tha se ne nuk mund të kërcënohemi, nuk jemi popull që kemi frikë dhe do t'i kundërpërgjigjemi me fuqi të madhe, por i themi që të mos vazhdojmë më tutje. Pra, të gjitha këto janë, në një farë mënyrë janë reagime dëshpëruese. Për të bërë vetëm thjesht një paralele, kujtojmë këtu Milošević, i cili deri në momentet e fundit bënte kokfortin, bënte të fortin, mendonte që do të ballafaqohej dhe nuk do mposhtej. I tha Holbrukut që ju nuk jeni aq budallëj sa të sulmoni një vend si Serbia për një grup shqiptarësh, edhe ai tha po, edhe mund të jemi dhe aq budallëj. Ai nuk e besoi, derisa erdhën goditjet e para me avion nga Italia dhe nga bazat e NATO-s. Pra, edhe në Iran, Irani mendon që garda revolucionare, rrjetet islamike dhe grupe të tjera, ndoshta edhe me një mbështetje proksi nga Rusia dhe nga Kina, mund të bëjë një lloj kundërreagimi për të lënë gjurmë, themi... Por ju nuk prisni një reagim të madh? Unë nuk besoj që këtë luftë e fiton Irani. Unë jam i prirur të besoj që këtë luftë e fiton Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse... Ama as Izraeli vetëm nuk e fiton të. Për ta bërë të qartë... Për ta thashtë e bashkuar, mësat Izraeli. Për ta bërë të qartë, për ata që na ndjekin, aty nuk është thjesht Izraeli. Aty Izraeli është përfaqësues i interesave perëndimore në lindjen e mesme. Dhe po të vini re, koalicioni pro-izraelit është shumë më i gjerë dhe shumë më i fuqishëm se sa përçarja që është tek vendet arabe në raport me Iranin. Irani nuk ka arritur dot të krijojë një konsensus dhe mbështetje gjithë popullore në vendet arabe dhe duket qartë që pas 40 vitesh, a më tepër, qeverisje të Ajatollahëve, pra ishte Khamenei, tani është ky tjetri Ali Khamenei, ka një qeverisje prej disa dekadash që e ka lodhur Iranin. Irani është një vend me potenciale të mëdha ekonomike, turistike, është një vend që e ka përjetuar kulturën perëndimore, është një vend dhe një kombë që ka dhënë për qytetërimin botëror dhe ka nevojë të çlirohet nga kjo darë e shtrënguar e këtij regjimi që është më shumë se sa teokratik, është një regjim diktatorial. Ju e dini që janë me qindra dhe mijëra që janë vrarë, janë mbi 20.000 vet janë burgosur vetëm në 2023 në protestën që u bë për atë vajzën që humbi jetën nga torturat nga policia fetare e Iranit. Ministri i Jashtëm i Iranit, ma nisi nga drejtësia, nuk ka kohë për diplomaci. Të paktën jo në këto momente. SBA hodhën në erë diplomacinë dhe do të përgjigjen. Pikërisht, pra, atë thashë Irani nuk do tani të mendon që mund të reagojë, po kjo është një gjuhë e dëshpërimit. Tani nga teknikat që kam mësuar në diplomaci dhe nga trajnimet që kam bërë, edhe për të lexuar gjuhën e trupit të tij në një intervistë, duke qartë jo thjesht dëshpërimi dhe nervozizmi, por edhe frika dhe paniku për humbjen edhe në një farë mënyrë paralajmëronte se ja çfarë do të bëni ju, sepse natyrisht ata e dinë që çdo regjim ka një fund. Dhe ndoshta me Izraelin, pa Izraelin, me Shtetet e Bashkuara, pa Shtetet e Bashkuara, Irani do të vinte në një moment që do të kputej kjo hallk dhe ndoshta dhe intervistën e themi përfaqësuesit të
ish mbretërisë, pra princit Do ketë nesër një konferencë për shtyp në Paris, në orën 1. Po, ai dha një intervistë për CNN-in dje, dhe në një farë mënyrë ai kur u pyet a do të vish si një pretendent për Fronin apo, ai tha nuk do shkoj si pretendent për Fronin, por do shkoj atje për të dhënë një kontribut për të nxjerrë vendin nga kriza dhe për një lloj tranzicioni të butë. Pra, nëse do të kuptosh se çfarë ka për të ndodhur pak a shumë në Iran, mjafton të lexosh, të dëgjosh dhe të shikosh edhe intervistën e këtij që është kreu, themi, i opozitës në ekzil, por ka edhe të tjerë. I kemi edhe këtu në Mujahedinët, kështu që. Por Mujahedinët duket që janë më të izoluar në raport me perspektivën e Iranit, sepse kanë qenë shumë larg, kanë qenë në kushte mbijetese, nuk besoj që kanë arritur domethënë që të prevalojnë dhe të jenë në kontakt për të qenë një alternativë. Dua të paragjykoj këtu askënd, sepse ne kemi njohje jo të mjaftueshme ndoshta për gjithë faktorët politik. Unë besoj që fuqia më e madhe do të lind nga brenda Iranit dhe këtë e mbështes tek protestat e mëdha që u zhvilluan në të gjitha qytetet e Iranit në 2023 për vajzën Amina, që u vra dhe ka patur mbi 50 të vrarë pastaj nga policia dhe mbi 20.000 të burgosur. Dhe unë besoj që gjithë ky regjim ka prodhuar, në thojza mund të themi, kundërshtarët e vet që janë aty. Kështu që do të vijë e keqja nga brenda. Dorëzimi do vijë nga brenda. Unë besoj që do të ketë gjithë pesha e ndryshimit do të jetë brenda, natyrisht që do të ketë mbështetje ndërkombëtare për një proces tranzicioni. Ambasador, shumë faleminderit, shumë kënaqësi të kishe në këtë bisedë. Një herë kandidati për kandidat nga libri nga ambasador Arben Çeku, nesër bëhet promovimi edhe keni në gjithë Iberit. Ju ftoj ta lexoni realisht. Unë sapo e mora me dedikim, madje nga ambasadori, do lexoj ambasadorit, do jap dhe unë komentet e mia. Unë them ta lexojnë kandidatët që s'kan mundur të bëhen deputet dhe kandidatët që synojnë të bëhen kandidat. Po jo, pa edhe për gjithë tjerët është, nuk është vetëm për ata. Ambasador, shumë faleminderit dhe shumë suksese. Faleminderit. Shkojmë në hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish.